Tash ju të dytë na përfshit në këtë debat, ose e mirë. Nuk të tha edhe ai është i bindur që ti si je euroskeptik. Po që ti je nuribeist je. Tash që ta themi si që është gjëja. Që je nuribeist je. Po prandaj. Nëse mos haro se e mirë që Lushnja ka drejtori bujqësie. Dhe kjo është gjë më e rëndësishme për atë rreth, sepse me thënë drejtën nuk funksionon vetëm Lushnja, por funksionon dhe Divjaka. Dhe vërtet është ajo linja e gjatë nga shtëpia jote deri ke kthesa e Çermës, po nga kthesa e Çermës deri në Divjak është në rregull themi. Që t'jemi në rregull. Kështu që brenda Lushnjës, brenda rrethit Lushnjës je, po deshe mund të vish edhe në Divjak. Megjithatë, që t'i themi gjërat si janë, të katëra këto marrëveshje natyrisht që reflektojnë edhe përmbushje të detyrimeve dhe standardeve nga ana e palës shqiptare dhe pa më të voglin diskutim krijojnë një hapësirë të re edhe financiare po duash, edhe fiskale, edhe konkurruese për gjithë ata operatorë ekonomik ose jo, mbi gjitha të rinj. Njerëz që operojnë me shoqërinë civile kështu me radhë, administratat patjetër, që të vendosin një standard tjetër në marrëdhënie, jo vetëm me qytetarin, po edhe me ekonominë europiane. Marrëveshja me Francën natyrisht reflekton një marrëdhënie që nuk ka qenë kurrë midis Shqipërisë edhe Francës. Niveli marrëdhënieve, jo vetëm në aspektin politik, po mbi gjitha në aspektin ekonomik, është i tillë që të shtyn, jo vetëm më përpara sa i takon në aspektit politik, po mbi gjitha atë ekonomik. Sot Shqipëri ka investime të drejtë për drejta franceze. Ashtu si Shqipëria është e hapur ende, akoma dhe më shumë, po prapë për investime franceze në sektorë të rëndësishëm të ekonomisë saj, siç është edhe energjia. Dhe me që jemi këtu sa e mirë, më vjen ta them që impjanti më i madh i prodhimit të energjisë elektrike nga dielli, jo vetëm në Shqipëri, por në Ballkan, është eksaktësisht në kufi midis Divjakës dhe Lushnjës. Ose midis Divjakës, Lushnjës dhe Fierit, po deshe sa e mirë. Kështu që unë mendoja, edhe shpresoja shumë që atë shenjë që investimet franceze të drejtë për drejta e kanë vendosur me një prej kompanive tyre më të mëdha, e katërta në Francë, në territorin tonë përbashkët, domethënë, ta vlerësoje, ta çmoje apo të shtynte që ta votoje këtë marrëveshje.